Në radhë të parë, cilat janë projektet në vijim që pritet të kryej OSHE, sa i përket zonave prioritare, por edhe ato në tërësi për të përmirësuar sistemin energjetik në vend? Atëherë, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, do më lejoni shkurt të bëj një pasqyrë ose një panoram ose një prezantim që të gjithë rrjetit elektrik që është aset i OSSH-s dhe i OSHE-s, në të cilin bën të mundur garantimin dhe sigurimin e furnizimit me energji elektrike të 1.300.000 konsumatorëve. Ky rrjet nga ana teknike gjithmonë ka rreth 180 në stacione që janë nyje transformuese, ka rreth 1.100 apo 1.200 km linjë të tensionit lartë që është linjë 35 kV, ka rreth 12.000 linjë të tensionit mesëm që i themi ne 60 kV, ka rreth 3-4.000 km linjë të tensionit mesëm 20 kV, ka rreth 26.000 gabina transformimi, nga të cilat 50% janë aset i OSSH-s, 50% nuk janë. Me lejoni të hap një klap këtu dhe të them që të gjitha kabinat ose pallatet që ndërtojnë një gabin në të cilin në fazën e parë apo në momentin e parë është aset i tyre. Me kalimin e kohës ai transformohet në aset të OSSH-s. Ka rreth 20.000 km linjë të tensionit ulët. Këto janë database ose këto janë të gjitha të dhënat që bën të mundur sigurimin në mënyrë të pandërprerë, të garantuar të furnizimit me energji elektrike të 1.300.000 konsumatorëve. Pra këtu jemi gjendja sot. Gjendja aktuale sot që bën të mundur gjithë në përgjigje të pyetjes së parë që ju më bët. Ndërkohë projektet, qoftë ato që keni nisur në 2024 dhe ato që janë të reja të parashikuara. Dhe patjetër, ne në hartimin e planit të investim edhe për çdo vit kemi një psikologji ose kemi një database shumë të rëndësishëm dhe ca parime dhe prioritetet cilat janë të rëndësishme, në të cilin disa nga ato kryesore janë gjendja e rrjetit, që është një rrjet i amortizuar, këtë e themi sot dhe në vijim gjithmonë, që është e para, e dyta është nevoja për kërkesa të reja të energjisë elektrike, ku ka ndërtime turistike ose jo turistike, e treta një element i rëndësishëm që është futur në 2024 dhe 2025 dhe do vazhdoj të futet, ato prodhusit fotovoltaik dhe jo vetëm, të cilët do bëjmë pjesë e këtij rrjeti dhe do shërbejmë për furnizimin e energji elektrike të këtyre konsumatorëve. Dhe e fundit është që ne kemi një buxhet të përcaktuar për çdo vit të planin e investimeve, në të cilin duke marrë këto kritere dhe këto kërkesa, ne ndërtojmë një piramid duke përcaktuar në majtë të saj prioritetet dhe duke zbritur më poshtë derisa është buxheti i caktuar që arrin të shkojnë deri dhe të realizohen. Pra këto janë pikat që ju merrni për bazë për të ndërtuar skemën e investimeve. Sa është buxheti për 2025? Në vitin 2025 buxheti i OSSH-s është diku te 8.5 miliard lekë të reja me fondet e veta. Që të mos harrojmë veç kësaj, OSSH-ja dhe OSHE-ja është për një mirë arsye nga cila është performanca e mirë, ulja e humbjeve, merr subvencion ose merr ca pare ose merr fonde dhe investime nga KFW-ja, nga Bergji, nga BEI dhe bankat e tjera ose institucionet e tjera ndërkombëtare, të cilat janë të interesuar të japin hua, se ajo është hua OSSH-s, për të zhvilluar rrjetin e saj dhe nëse flasim jashtë asaj, ne kemi 30 milion euro nga KFW-ja dhe 22 milion euro nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim.